Dashi. Sot ju do të jeni shumë të vëmendshëm ndaj çdo detaji, fjalëve dhe situatave që hasni. Përpiquni të siguroheni që gjithçka të funksionojë pa probleme. Për ju të dashuruarve, Mërkuri do t'ju inkurajojë të jeni më të hapur dhe të sinqert me partnerin tuaj, duke thelluar lidhjen tuaj. Në orët e pasdites, surprizat nga të dy anët do të mos mungojnë. Ju beqarët, ndoshta do të ndiheni të pafat në dashuri dhe nuk do të gjeni personin e ëndrave. Në punë do të kaloni më shumë kohë se zakonisht për të përfunduar detyrat. Edhe pse do bëni disa sakrifica, shpejt do të merrni përfitime. Ndryshe humbni suksesin. Gjendja e financave nuk është ideale, prandaj bëni shumë kujdes me çdo shpenzim që ndërmerrni. Demi. Yjet do të jenë me ju gjatë kësaj dite, duke ju mbështetur në çdo hap. Do të dini si të shprehni mendimet me qartësi dhe do të dëgjojeni me vëmendje. Për ju të dashuruarit, do të rregulloni çdo situatë me partnerin tuaj dhe marrëdhënia do të fillojë të shkëlqejë. Të dy do të shfaqeni më shumë durim se zakonisht. Ju beqarët, nuk do të doni të ndryshoni statusin, pasi ndjeni rehat. Me plot besim. Në punë mund të ndjeni pak stres për disa çështje, por në fund do të dilni mban me sukses. Mos u nxitoni për asnjë arsye. Në financa do keni mundësi të mbledhni disa para mënjam. Binjakët. Ditën e sotme do të keni shumë energji, por është thelbësore të dini se si ta shfrytëzoni si duhet. Vetëm kështu do të arrini fitimet e kërkuara. Nëse jeni në një lidhje, jeta juaj do të jetë shumë e favorizuar. Fati do t'ju buzëqesh nëse dëshironi të përmirësoni kushtet e jetesës. Ju që jeni vetëm dhe deri tani keni pasur frikë të jeni afër dikujt, duhet ta lini veten të lirë dhe ta provoni. Urani do të vazhdojë të favorizojë karrierën tuaj. Gjithçka do të ndodhë në momentin e duhur. Financat do të përmirësohen. Përfitoni nga kjo për shpenzimet thelbësore. Investoni me mençuri në to. Dafolja. Dita e sotme do të jetë e qëndrueshme dhe në përgjithësi do të ndjeni të kënaqur me mënyrën se si rrjedhin gjërat. Nëse jeni në një lidhje, harmonia do të mbizotërojë gjatë gjithë kohës. Buzëqeshja nuk do t'ju largohet as për një moment nga fytyra dhe do të dashuroni jetën edhe më shumë. Ju beqarët do të takoni diçka që i përshtatet çdo aspekti, duke ju bërë të mendoni për ndryshime të mëdha në jetë. Në punë, përpjekjet dhe sakrificat e fundit do të japin rezultatet e tyre, mjafton të tregoheni të durueshëm. Buxheti nuk do të jetë keq, por kujdes nga hajdutët që mund t'ju largojnë nga rroga. Luani. Është mirë sot të shmangni fjalët pa mendim, sepse gabimet nuk kanë kthim të shpejtë. Ju të dashuruarit do të ndiheni shumë autoritar dhe kjo herë nuk do të kënaqni partnerin. Është e rëndësishme të ndryshoni tonin e zërit dhe t'i tregoni atij gabimet e tij. Ju beqarët do të kaloni një ditë të mbushur me momente të lumtura. Ëndrat tuaja do të realizohen një nga një. Në punë do të tregoheni shumë të zotët, megjithse edhe pak mendje mëdhenj. Kujdes, mos tejtoni me mburjet, sepse më vonë do të pendoheni. Planifikoni mirë për suksesin e mëtejshëm. Financat do të jenë në rregull nëse arrini t'i menaxhoni si duhet paratë që keni në dorë. Virgjëresha. Do të kuptoni shumë gjëra dhe do të sqaroheni për çdo çështje. Hëna dhe Saturni do t'ju mbështesin gjithmonë me forcë. Ju që jeni në një lidhje, do të bindeni më shumë se sa dashuria është thelbi i jetës. Gjërat do të ecin mirë me partnerin tuaj dhe do të ndiheni vazhdimisht të lumtur. Nëse jeni beqar, mos u tregoni pa kujdes, sepse mund të bëni gabime me pasoja për të ardhmen. Në punë do t'ju dalin kritika, por ato do t'ju nxisin për përpjekje më të mëdha. Me shpenzimet, tregoni shumë të rreth, vetëm kështu do ta stabilizoni situatën. Konsideroni me kujdes planetet tuaja financiare. Peshorja. Do të keni intuit të mbrejta gjatë kësaj dite dhe do t'i pranoni edhe kritikat që do t'ju vinë. Nëse jeni në një lidhje, duhet të bëni përpjekje të mëdha për të ndryshuar rutinën e jetës suaj sa më shpejt. Kur gjërat i lini pas dore, gjendja do të thellohet edhe më tepër. Ju beqarët do të ndiheni tepër kërkues dhe nuk do të përqeni ata që ju tentojnë të afrohen. Në punë, dielli do të favorizojë iniciativat, ndërsa Urani do t'ju ndihmojë të realizoni idetë që keni menduar. Gjërat nuk do të jenë shumë të vështira, kështu që mos u dorëzoni. Në aspektin financiar do të keni ide të qarta dhe do arrini ta stabilizoni situatën pa vonesa. Akrepi. Sot do të ndiheni shumë të gatshëm për të treguar më shumë se sa vlera, duke bërë çdo gjë që t'i impononi të tjerëve. Asnjë kundërshtar nuk do t'ju ndajë. Nëse jeni në një lidhje, edhe sot do të kaloni një ditë entuziaste, plot emocione. Partneri do t'ju surprizojë dhe do t'ju marrni vazhdimisht.
Ju beqarët nuk do të keni kohën e mjaftueshme për të menduar për një lidhje dhe do të mbeteni me të njëjtin status. Në punë do të dini si t'i menaxhoni situatat dhe do të merrni komplimente të pafundme. Për gjeftotësinë tuaj në situata të vështira do të shpërbleheni. Në financa mos u jepni përshtypje sepse parat përfundohen me një ditë të bukur. Shigjetari, largoni mendimet negative gjatë kësaj dite dhe fokusohuni në pozitivitet. Planifikoni me kujdes dhe vendosni se si do të realizoni projektet tuaja. Për ju të dashuruarit, pritet një ditë plot pasion. Do të ndjeni mirë duke marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen. Nëse jeni beqar, mos u tregoni të nxituar ose posesiv, sepse kjo do të sjellë pendim. Në punë do të jeni të vendosur dhe nuk do të lejoni askënd t'ju sfidojë. Do të punoni me vetbesim dhe do të arrini rezultate të kënaqshme. Urani do të ndikojë negativisht të financat, duke sjellë rrezik për përkeqësim. Nëse nuk veproni shpejt, mund të mbeteni pa para. Ju lutem, veproni menjëherë për të shmangur humbjen financiare. Britsjapi. Saturni jo vetëm që do të stabilizojë jetën tuaj, por gjithashtu mund t'ju inkurajojë të merrni vendime shumë të rëndësishme. Për ju të dashuruarit, pritet një ditë harmonike, e cila sjell qetësi. Do të harroni her pas here shkuarën të trazuar dhe do të mendoni vetëm për mënyrën se si ta bëni çdo çast sa më të bukur. Ju beqarët nuk do të ndiheni gati shpirtërisht për të ndryshuar statusin, duke mbetur ashtu si keni qenë. Në punë, pavarësisht vonesave, do të realizoni të gjitha detyrat e caktuara. Në përfundim, do të ndiheni pafundësisht të qetë. Buxheti do të jetë më nën kujdes dhe situata do të përmirësohet shpejt për ju, me sukses. Ujori. Hëna do t'ju inkurajoj të komunikoni më shumë gjatë kësaj dite, kështu që asnjë problem nuk do të shfaqet. Ju të dashuruarit do të ndjeni shumë të mirë pranë atij që dëshironi, duke mos dashur të bëni ndryshime. Ndjenjat do t'i shprehni në mënyra të ndryshme nga të dy palët. Ju beqarët ndoshta nuk do të gjeni personin e duhur për një lidhje, por kjo nuk do të pengojë argëtimin me miq. Në punë do të merrni kohën tuaj për të diskutuar me kolegët dhe së bashku do të vendosni rrugën që do ndiqni. Bashkimi gjithmonë sjell forcë. Financat do të përmirësohen më tepër se sa kishit menduar dhe mund të lejoni disa shpenzime të panevojshme. Sigurohuni të ruani ekuilibrin dhe të menaxhoni shpenzimet me kujdes. Peshqit. Jeta juaj nuk do të jetë më e trazuar apo e zynë si më parë. Pasi të keni reflektuar, do të dini se si të veproni me qartësi. Për ju që jeni në një lidhje, marrëvënia do të konsolidohet edhe më shumë. Do të filloni të bëni plane afatgjata me partnerin, sepse tani nuk ka asnjë dyshim se ai është i duri për të kaluar jetën. Ju beqarët do të keni disa njohje të reja, por asnjë person nuk do t'ju mbush mendjen aq sa për të nisur një lidhje. Në punë, mos u përziheni me persona me reputacion të dobët, edhe nëse vonoheni me projekte. Do të shihni se do të dini me të fituar. Financat do të organizohen më mirë dhe nuk do të keni probleme.